Hej, Bas! Hej, hajde këtu dhe më nxirr nga kjo kuti veglash. Oh, hajde, Baz! Baz, unë nuk mund të bëj dot këtë pa ty. Kam nevojë për ndihmën tënde. S'mundem. S'të ndihmoj dot. Sigurisht që mundesh, Baz. Mund të më nxjerrësh këtu. Kështu që mund të të heq raketën dhe të shkojmë tek shtëpia e Andit. Shtëpia e Andit apo e Sidit. E ç'ndryshim ka? Oh, Baz, ishte një goditje e rëndë, mbase nuk je i qartë në mendime. Jo, Udi. Për herë të parë po mendoj qartë. Kishe të drejtë që në fillim unë nuk jam policijor. Thjesht një lodër. Një lodër pa vlefshme dhe budallaqe. Ej, prit një minutë. Të jesh një lodër është më mirë se sa të jesh një policijor. Po si, more. Po, është e vërtet. Shiko, tek ajo shtëpi është një djalë që mendon se ti je më i miri, por jo sepse je një policijor, por sepse ti je një lodër. Ti je lodra e tij. Po pse do të më donte Andi mua? Pse do donte ty? Shikoje veten. Ti je Baz Lazeri. Çdo lodër tjetër do të jepte gjithçka për të qenë ti. Ti ke krah, ndriçon natën, ti flet. Helmeta jote bën atë zhurmën. Ti je një lodër fantastike. Ti je më shumë se fantastik. Duhet të them, çfarë mundësie ka një lodër si unë përballë një figurë aksioni si ty? Gjithçka që mund të bëj. Kam një gjarë për në çizme. Pse do të donte të luante me mua kur ai të ka ty? Unë duhet të jemi ngjitur pas asaj rakete. Më dëgjoj, Bas. Duhet më harrosh. Duhet të largohesh sa je në kohë. Bas!